A doli fjala ime datës 15 gusht 2025, Inter do shpallet kampioni i Italisë dhe Inter aktualisht po fiton 1-0 me Parmën, i duhet vetëm një pikë edhe sikur dali barazimi, Inter është kampion i Italisë. Për sa i përket klasifikimit kam pas thënë që me datë 15 Inter, Napoli, Milan dhe Juventus. Kur gjithë thoshin po Juventusi do shkojë vend 6, vend 7 e tjerë, s'ka përfunduar akoma mercato, ky ka qenë klasifikimi. Dhe nuk mos t'ju duket çudi që ditën e sotme dolën dy barazime, Como barazoi me Napoli, sepse siç e kam thënë dhe ke A2 e Puls, është gjithçka e kurdisur për mendimin tim. Unë vazhdoj ta ndjek si futboll, por Italia vazhdon akoma më shumë të jetë një nga kampionatet më të korruptuara për mendimin tim. Dhe kjo gjë vjen për faktin që të ketë sa më shumë shikueshmëri. Dhe kjo gjë do ndodhi deri ditën e fundit të kampionatit, deri në sekondën e fundit do jetë kush do futet në Champions League, kush do futet në Europa League, dhe ato që do shkojnë është ajo që kanë më shumë interes, ajo që sjell më shumë të drejta televizive, dhe në këtë rast është Napoli, Milan dhe Juventus. Përse përket Komos, besoj që Como do ketë një rëndje, Como e cila mund të marrë një humbje dhe Roma shkon për mendimin tim në Europa League. Dhe përsa i përket besoj që Milan ato 4 pikë, 3 pikë i merr që javën tjetër me Atalanta. Leni komentin tuaj, si e shikoni klasifikimi, kush do shkojë në Champions League sipas mendimit tuaj, a ka gjatë sa që Roma ose Como të shkojnë në Champions League? Për mendimin tim kurrë, por leni komentin tuaj, shpërndani sa më shumë video dhe bëni follow faqe. Dhe diçka se harrova, e kam thënë që në vitin 2025, kujdes. Ky sezon që vjen 2026-2027 ka për qenë bardh e zi. Ka për qenë sezoni i Juventus. Juventusi mori atë që donte, kualifikua te botrori i klubeve, Juventus i cili po kualifikohet për Champions League-ën, dhe Juventus që ka për qenë për mendimin tim varet nga mercato që do bëj, por është një nga pretendentët kryesorë vitin e ardhshëm të fitoj kampionatin italian. Shpërndani sa më shumë video dhe ruajini gjithsesi, ndoshta mbas mercatos do flasim prapë.